demokratike të Kosovës. Megjithatë, kjo mungesa krijimit të institucioneve për të kaluar tek samiti i NATO-s duket se ndikoi edhe te fakti që nuk kishte ftesë për Kosovën për qenë prezente në këtë samit. Po sigurisht tani kemi parë reagimet amerikanëve për gazin dhe për çështjet e tjera në mënyrë konstante kundër zotrit Kurti, i cili me dija pa vedije shërben për interesa jo amerikane dhe interesit etnik shqiptar, duke bazuar këtë në influencën e tij jashtë kufinit të Republikës së Kosovës, ku gjenden shqiptarët, e cili ka bërë do të thotë ndamje të shqiptarëve dhe përçarje politike në mes tyre, një e cila nuk i shërben interesit nacional shqiptar, edhe e dyta mos harmonizim dhe kundërshti konstante ndaj politikave apo interesit nacional të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin tonë, siç është dhe këja fundit e gazit. Pse zotri Kurti avancon në politikën e Kosovës, unë do kisha thënë se do të thotë kjo është mungesa e partive opozitare që ta kenë një vizion të cilin do ta ndjekshin me aktivitet politik. Do të thotë mungon aktiviteti politik i partive opozitare kundër vetëvendosjes, sepse nuk ka një vizion. Po ashtu edhe Lidhja Demokratike të Kosovës, vizionin të cilin e kishte jap zoti Rugova jo vetëm për partinë, por gjithashtu për shtetin e Kosovës, duke thënë se ne kompromis për Kosovën kemi bërë që Kosova të jetë shtet i pavarur brenda kufive tani aktual dhe jo në kufit e Dardanis. Ajo është kompromisi i cili është bërë. Tani këto parti tjera dhe LDK-ja me shumë gjasa nuk e ka primare vizionin e zotrit Rugova, por e ka ma primare interesat grupore, personale, të cilat edhe shpërfaqen me dëshpërimin e brendshëm dhe përplasin e tyre në mos vete. Dhe kjo është do të thoja për partinë e Lidhjes Demokratike pa hezitim një turp, sepse një parti demokratike e cila lideri i saj, të cilin aq shumë e adhurojnë, ka thënë decisivisht kemi obligim jo vetëm për shtetin dhe punët e partisë së Lidhjes Demokratike, por kemi obligim që ta edukojmë politikisht edhe popullin, edhe partit tjera politike. Do të thotë këto janë fjalët e zotit Rugova, i cili kishte thënë si amanet për partinë e saj, dhe partia e saj e cila nuk e respekton amanetin e zotit Rugova. Si duket ashtu si në Tiranë që protesta është në udhkryq, edhe atje situata politike është në udhkryq dhe këtë verë do mbetet për të parë se çfarë do ndodh. Zoti Gaxheri, tek samiti i NATO-s, a kishte arritje përtej fotove, shtrëngimit duarve, buzëqeshjeve, deklaratave të Trumpit për Erdoganin, por duket sikur edhe europianët janë të lodhur me ato momentet e tensionit apo duke qëndruar tyre paparashikueshmërive të Trumpit, se çfarë do thotë tani, çfarë do bëj pastaj? Po zotri Trump e ka tani në mënyrë konstante flet për atë pikën në NATO-s e cila pikën e 5 të NATO-s charter e cila thotë se nëse një shtet shkon në luftë, shtetet e tjera duhet po, do të thotë konsistent zotri Trump e bën me dije se ajo pikë nuk thot automatikisht që vendet e tjera duhet të bëhen pjesë të luftës, dhe këtë ne kemi pa praktikisht, do të thotë kur ka ndodh shtatori 11 kundër terrorizmit internacional me intervenimin e Shtetet e Bashkuara në lindjen e mesme, e kemi parë praktikisht se shtetet e tjera për të aktivizuar dhe për të bërë pjesë mbështetëse e ftesës kundër luftës terrorizmit internacional nga Shtetet e Bashkuara, janë futur në një
do të thotë në një formalitet administrativ brenda shteteve të tyre, duke e respektuar kushtetutën e tyre dhe duke ardhur në përfundim se a do të dalin në ndihmesë dhe sa do të dalin. Do të thotë kjo pjesë, kjo pikë e cila thotë një për gjithë, gjithë për një, do të thotë është respektivisht kushtetutave apo autonomisë së shteteve dhe jo do të thotë automatikisht. Dhe kemi parë do të thotë konstant. Kemi edhe me shembullin e Kosovës, për shembull, kur ai shërbyesi oficeri i francez i cili rrjedhte informacionin tek udhëheqësit serb, e cila do të thotë rezultoi me një stërzgjatje të bombardimeve, ku ishte paraparë që për 3 ditë ajo të përfundoj. Ajo ndodhi sepse një agent francez rrjedhte informacion dhe ai agent francez nuk u gjykuan nga një trup gjykues i NATO-s i përbashkët, po është gjykuar nga një gjykatë franceze. Dhe këtë do ta kuptojmë se do ta bëjmë më të qartë për gjithë opinionin dhe për profesionistët të cilët nuk e kanë pas ditë këtë gjë. Ai artikull, ajo pikë do të thotë nuk parashë automatizëm, se para së gjithash NATO është aleancë politike dhe jo aleancë përse ushtarake. Para është politike, ushtarake sipas kapaciteteve dhe respektimit të kushtetutës apo respektimit të autonomisë së shtetit të cilët ata reprezentojnë. Dhe këtë tani e kemi parë edhe në Iran, se si po shkon. Shtetet e tjera nuk janë përgjigjur, Trumpi është mërzitur për atë punë.